inteligjenca ruse në Serbi. Tani më ju keni problemin se Bashkimi Evropian nuk luan më rolin që duhet të luaj. Dhe ky rol duhet të jetë ai ku i tregon njerëzve se do të jetojnë më mirë me Evropën se sa pa Evropën. Dhe ata nuk bëjnë diçka të tillë. Ata kanë harruar se pse organizua Bashkimi Evropian. Dhe kjo është diçka e keqe. Po, zoti Çanak, vetëm një javë më parë unë zhvillova një intervistë me gazetarin e njohur investigativ kroat Domagoj Margetić për historinë e famkeqe të Sniper Safari apo Safari Sarajevo. Dhe ai ka depozituar edhe një padi penale në gjykatën në tribunalin e Milanos për ta ndjekur këtë çështje. Ju me eksperiencën dhe ekspertizën tuaj ndër vite, si e shihni këtë çështje? Një çështje tejet e rëndë, tërësisht antihumane me elemente të mirëfillta makabriteti brenda saj. I mbaj mend ato vitet, fillimet e vitet 90 dhe në atë kohë ne dëgjonim thashe theme për këto Sniper Safari, po jo vetëm për Sarajevos, por edhe në Banja, e cila është në pjesën veri lindore të Kroacisë, e cila ishte pushtuar nga paraushtarakët atë kohë, dhe këto grupet paraushtarake në thelb ishin të lidhur me Miloševićin dhe shërbimet e tij sekrete. Dhe ishin një fraksion i këtyre shërbimeve sekrete. Dhe ata ishin po ashtu duke organizuar gjëra të ngjashme. Pra ne dëgjonim këto fjalët, po njerëzit nuk donin që të flisnin hapur dhe nuk donin që të jepnin emra, sepse atëherë ishte shumë e lehtë që të vriteshen nëse zbuloje gjëra të tilla. Por kjo nuk është diçka e re. Ka pasur plot krime lufte të një natyre të tillë, të cilat ende nuk janë zbuluar. Për shembull, ti vendosje njerëzit në radhë me pranga, me zinxhir dhe ti detyroje atyre të ecnin në radhë mbi mbinat. Dhe më pas njerëzit vendosnin pas se kush do të vriteshë i pari duke shkelur minat. Këto ishin ngjarje famkeqe. Dhe kur ndodhi fatkeqësisht lufta, pra unë e di shumë mirë se gjëra të tilla janë gjëra që të gjithë i dinë, por askush nuk do të flasë për to. Por në këtë rast ka një padi konkrete ndaj presidentit Vučić në tribunalin e Milanos. Pra, me emër dhe me mbiemër, presidenti Aleksandar Vučić akuzohet për pjesëmarrje në këtë safari makabër. Nuk e di dhe nuk kam të dhëna dhe informacion dhe nuk mund të them ndonjë gjë me siguri. Ai ka qenë përreth Sarajevos në atë kohë, roli i tij është i debatueshëm, por është e pamundur që ai të mos ketë ditur gjëra të ndryshme, por nuk e di, ai ka qenë mjaft i ri në atë kohë dhe nuk mendoj se aktivitetet e tjera do të ishin në duart e një personi kaq të ri në moshë. Nuk e di, thjesht nuk e di, dhe nuk do të flas për këtë gjë. Edhe një pyetje të fundit, zoti Çanak. Ju e kemi analizuar vazhdimisht qëndrimin e presidentit Vučić i aftë që të mund të navigojë në meslindjes dhe perëndimit. Ndërkohë që duket sikur gjithmonë më tepër po ngushtohet kjo hapësirë. Ju si e shihni pozicionin e Serbisë në kuadër edhe të konfliktit Rusi-Ukrainë, për sa i përket orientimit të saj?
Varet se çfarë ka për të ndodhur në fund midis Ukrainës dhe Rusisë. Zgjedhja e vetme do të jetë tërheqja e Rusisë nga Ukrainës, por unë nuk mendoj se aktualisht ka mjaftueshëm forcë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të bërë Rusinë që të tërhiqet nga Ukraina. Dhe kjo është diçka shumë e rrezikshme sepse Rusia është duke kërcënuar fqinjet në mënyrë të vazhdueshme. Dhe unë mendoj se çdo përpjekje tjetër do të ishte ngrirja e konfliktit, por nuk do të ishte paqja dhe nuk do të ishte një zgjedhje e besueshme dhe afatgjatë. Pra, në varësi të kësaj gjëje, ka për të varur dhe çfarë ka për të ndodhur në Serbi, sepse